Dashi, kjo ditë mund të nisë me tension dhe shumë ngarkesë në punë, dikush mund t'ju kërkojë më shumë se ç'duhet dhe kjo mund t'ju nervozojë. Megjithatë, nëse tregoheni të qetë, do të arrini të fitoni respekt dhe mund të merrni një lajm të mirë në lidhje me një projekt ose një pagesë. Në dashuri mund të ndodhë një bisedë e rëndësishme që do të sqarojë një situatë të paqartë prej kohësh. Demi, financa do të jenë në qendër të vëmendjes nesër, mund të mendoni për një investim, një blerje të madhe ose ndryshim në punë. Dikush mund t'ju bëjë një ofertë interesante, por duhet të mendoni mirë para se të vendosni. Në dashuri, një person nga e kaluara mund të rikthehet me një mesazh ose telefonat. Binjakët, një ditë shumë dinamike për ju, do të keni shumë komunikime, takime dhe lëvizje. Mund të merrni një informacion që do t'ju bëjë të mendoni për një ndryshim në jetën tuaj. Kujdes me debatet dhe me njerëzit që flasin pas shpine, sepse mund të krijohen keqkuptime. Gaforja, do të jetë një ditë pak emocionale për ju. Mund të mendoni shumë për një situatë që nuk po ju lë të qetë. Në punë duhet të tregoni të kujdesshëm dhe të mos përfshiheni në debate që nuk ju takojnë. Në dashuri kërkohet më shumë komunikim dhe qetësi. Luani, një nga shenjat më me fat të ditës, mund të merrni një lajm të mirë për para, një pagesë, një bonus ose një mundësi të re pune. Në dashuri pritet të ndryshojë humori, dita është pozitive për ju. Virgjëresha, do të ndjeni pak të lodhur dhe të stresuar nga përgjegjësitë, mund të keni shumë gjëra për të mbyllur dhe kjo do t'ju krijojë tension. Kujdes me dokumentet, kontratat dhe shpenzimet, mos merrni vendime financiare nesër. Peshorja, një vendim i rëndësishëm do të jetë në mendjen tuaj gjatë gjithë ditës, mund të lidhet me punën, një marrëdhënie ose ndryshim të madh në jetën tuaj. Mos u ndikoni nga të tjerët dhe mos u nxitoni. Në dashuri mund të ketë një bisedë serioze. Akrepi, dita mund të nisë me tension, por mbyllet më mirë nga sa e mendoni. Mund të zbuloni diçka që nuk e dinit ose dikush mund t'ju tregojë një të vërtetë. Në financa pritet një lëvizje e vogël pozitive, kujdes me xhelozinë në dashuri. Shigjetari, një ditë shumë e mirë për plane, udhëtime, ide të reja dhe projekte. Mund të mendoni për një ndryshim në jetën tuaj ose për një projekt të ri. Një person mund t'ju jap një ide shumë interesante që mund të kthehet në diçka serioze. Britsjapi, puna dhe përgjegjësitë do t'ju marrin shumë kohë nesër. Dikush mund t'ju kërkojë ndihmë ose këshill. Do të jeni shumë të angazhuar dhe mund të ndjeni të lodhur në fund të ditës. Në dashuri duhet të tregoheni më të hapur. Ujori, një lajm i papritur mund të vijë nesër dhe mund të lidhet me punën, një udhëtim ose një mundësi të re. Dita është pozitive për ju, por ju duhet jeni të kujdesshëm me vendimet e shpejta dhe me shpenzimet. Peshqit, do të jetë një ditë ku do të mendoni shumë për të ardhmen dhe për disa vendime që duhet të merrni. Dikush mund t'ju kërkojë një sqarim ose një bisedë serioze. Mos u nxitoni sepse situata do të sqarohen shumë shpejt.